Përshëndetje të dashur miq, ja ku po ritakohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin për të komentuar dhe analizuar pak një bisedë që ka ndodhur mes Mirit dhe Selin. Tani për të qenë transparent me të gjithë banorët, më është kërkuar nga të gjithë ndjekësit që të analizoj, që të komentoj këtë bisedë që ka bërë Miri dhe Selin. Tani Miri dhe Selin të ulur në verandën e Big Brotherit kanë biseduar për pjesën se çfarë do të ndodhë jashtë. A do të kenë një lloj afrimiteti, a do të kenë një lloj miqësie, a do të kenë një mirëdita nëse do të shihen ndonjëherë në rrugë. Tani Rogerti hedhë akuza të ndryshme, që do të thënë Miri dhe Selin janë duke lënë në rrugë që të takohen jashtë, por nga ana tjetër Selin ka hapur një marrëdhënie dhe siç duket ndjehet shumë krenare me marrëdhënien të cilën e ka krijuar, gjë që në fakt ne dëgjuam edhe gjatë intervistës që Selin bëri në Top Albania Radio. Tani, fillimisht, unë mendoj njëherë që Miri dhe Selin në momentin që do të dalin nga shtëpia Big Brotherit, do të shohin që realiteti është krejtësisht ndryshe. Nëse ato janë ballafaquar 3 muaj brenda asaj shtëpie, do të ballafaqohen edhe 3 muaj jashtë me atë se çfarë ka ndodhur mes familjeve të tyre. Ofendimet, kërcënimet, degradimet që u bën jashtë shtëpisë së Big Brotherit. Familja e Selinës, një ndër familjet më të përfshira në këtë Big Brother, kanë patur mendimet e tyre kundër drejt Mirit. Dhe kjo gjëja me patjetër që do t'i irriton marrëdhëniet, edhe në qoftë se Miri dhe Selin tani në fund të Big Brotherit do të mbyllin rrugtimin e tyre me paqe dhe do t'i japin dorën njëri tjetrit për t'i uruar suksese dhe për të ruajtur një lloj respekti të vogël, në momentin që ato do të prekin botën e jashtme, gjërat do të ndryshojnë krejtësisht. Unë mendoj që Selin do t'jetë shumë e përkushtuar në marrëdhënien e saj me Gimbon, në historinë e saj me Gimbon dhe koha që ato të dy do të kalojnë bashkë jashtë, momentet që ato të dy do kalojnë bashkë jashtë, do ta bëj Selinën që të jetë e fokusuar vetëm tek dashuria dhe te projektet e reja që t'i sjell, ndoshta përfshirë edhe me Gimbon, sepse Gimbo është një DJ, mund të sjellën këngë të bukura, ku Selin mund ta bëj valinën brenda, domethënë, klipit të Gimbos. Dhe këtu mund të kemi një bashkëpunim mes Gimbos edhe Selin, domethënë përpos dashurisë së tyre, por unë mendoj që janë botë të përbashkëta të dy, kanë të dy të njëjtën energji dhe nuk ma merr mendja që Selin jashtë do të merret më me Mirin, sepse Miri do të fokusohet tek karriera e tij, tek familja e tij dhe mendoj që në për intervistat e ndryshme do mundoj që t'i sqaroj gjërat e cilat kanë ndodhur brenda në shtëpinë e Big Brotherit. Domethënë nuk shoh në asnjë mënyrë një rikthim, një moment mes Gimbos, mes Mirit edhe Selin. Por mendoj që familja do të ngulen këmbë që Selina të vazhdon të merret me Gimbon. Tani kjo është për atë se çfarë më kanë pyetur Tiranë, Selina ka dhënë një deklaratë. Unë mendoj që Selin është duke mbyllur këtë Big Brotherin me fjalë të mira, nga që ajo bën matematikë edhe 2 ditë dhe nuk ma merr mendja që të bën drama të mëdha brenda kësaj shtëpisë.